Sot e kemi mbledhjen e radhës, pra, nderuar kolegë deputet, materialet dhe rendin e ditës për këtë takim i keni planuar vesh në email dhe rendi i propozuar i ditës për këtë mbledhje është fillimisht pra miratimi i rendit të ditës, miratimi i proces verbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 3 mars 2026, miratimi i planit të punës të komisionit për sesionin pranveror të vitit 2026 dhe të ndryshme. Atëherë po e hedhim në votim rendin e ditës. Kush është për? Kundër s'ka, abstenim s'ka, kalon rendi i ditës dhe po kalojmë te pika e dytë, miratimi i proces verbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 3 mars 2026. Proces verbalin e keni pranuar në email. Nëse ka dikush ndonjë vërejtje, nëse jo, po hedhim votim. Kush është për? Faleminderit. Miratohet proces verbali i mbledhjes së mbajtur me 3 mars vitit 2026. Dhe pika e tretë e rendit ditës është miratimi i planit të punës të komisionit për sesionin pranveror të vitit 2026. Kemi diskutuar mbledhjen e kaluar dhe tani veç e keni pranuar me email. Mendoj që nuk ka nevojë për prezantim, duke pas parasysh që gjithë e keni pa, por mund diskutojmë në një çështje cilën ne konsideroni që është e nevojshme për diskutim. E do dikush fjalën? Po, zonja Gashi. Faleminderit shumë kryetar. Sa i përket draft planit punës, mendoj që baza është aty. Ndoshta kam dy kërkesa që mundën me qenë një teknike dhe tjetra ndoshta për përvojë prej kolegëve para. Ndoshta këto 2 muaj të fundit që tashmë kemi kalu, me që po miratojmë planin sot, ti eliminojmë prej planit, me që po e kemi këtë pjesën, është shumë teknike. Edhe dyta, kjo pjesa e shqyrtimit raporteve të institucionet të pavarura. Do e marr parasysh vitin e kaluar. Mendoj që është mirë të kemi prioritet institucionet të pavarura, sidomos raportet e auditimit që janë të gatshme nga këto institucione, edhe të kemi në muajin prill, nëse është e mundur. Dhe pjesa tjetër sa i përket përvojës ose angazhimit të komisioni, pash këtu që një pjesë e madhe është përpos që është shqyrtim i informacionit, ka të bëjë edhe me këtë pjesën e institucione me cilat trajtojmë. Mendoni që ka mundësi të bëjmë ndonjë truezë përbashkët me këto institucione, të kuptojmë pak nga afër sfidat e tyre prej kandit të mbikëqyrjes financave publike. Sepse nuk e pas një interakcion të tillë. Unë e kuptoj që ne përgjithsisht kemi me shqyrtu raporte, kemi me trajtu ato raporte, mirë po për me pas pak më afër perspektivën e tyre, ndoshta me pas ndonjë truezë të përbashkët. Mirë po nuk e di nëse të kaluam në komisioni ka pas një praktik të tillë, sidomos nga pjesëtarët e komisionit që kanë qenë prezent këtu. Për shembull me ftu institucionet relevante përpos auditorit, po edhe auditorët për shembull të komunave, zyre tjera me shqyrtu këtë praktikën e mbikëqyrjes financave publike. Po shumë i pas sfidat në teren, me kuptu punën e tyre në mënyrë që veç me pas kështu si perspektivë kur analizojmë planet e tyre. Po kjo është vetë si ide, nuk e dija e keni pas praktikën kaluar. Unë mendoj që nuk ishtë dasht me qenë problem. Tash përsa i përket diskutimit raporteve të auditimit, ne kur të diskutojmë raportin për secilin institucion kemi miftu udhëheqësit e institucioneve këtu. Mirë po mendoj që një truezë e përbashkët, si lloj punëtorie, kish mujt më organizu nëse mendojmë ndonjë temë specifike, për shkak se dojmë diskutu sfidat që këto institucione po i kanë për mi zbatu rekomandimet. Për shkak se ne këtu kemi mi diskutu gjeturat, kemi me dhënë edhe rekomandime, mirë po ndoshta është mirë mi dëgju mënyrë ma detajuar, ma jo formale se sa këtu në komision, në një lloj punëtorie ku diskutojmë se
pse ka ngjecje për shembull në zbatimin e rekomandimeve. A ka diçka që zyra kombëtare e auditimit do duhej me bë në mënyrë më konkrete apo ne si komision me bë për me ndihmu. Kështu që nga ana ime pajtojmë që mund ta fusim edhe në plan të punës një punëtori, mundet me qenë një editore ku i ftojmë përfaqësuesit e institucioneve dhe diskutojmë lidhur me mbarvajtjen e zbatimit të rekomandimeve. Nuk shoh problem, nëse pajtojnë edhe anëtar tjerë të komisionit, mund ta përfshijmë në planin e punës pse jo. Po, zë Ramon. Në bazë praktikës, kemi pas raste ku kemi dalë në teren, kemi vizitu ministri, institucione tjera, edhe jemi marrë nga afër kryesisht me gjetjet edhe me këto. Ka disa gjetje të cilat janë të përsëritura në shumicën e institucioneve, edhe nuk varen shumë përmbushja e tyre direkt pa ndikimin e dikujt tjetër ose aktivizimin e mekanizmave tjerë për me eliminu ato gjetënat që mundet me u po besoj që duhet me u identifiku cilat janë të gjetënat, cilat po përsëritën në vazhdimsi dhe ndikojnë ma shumë në raportin se sa në përmbajtjen e komplet punës që bëhet, por që duhet me u identifiku dhe me u punu, është kogja vështirë e organizueshme edhe me pas rezultat në bazë përvojës, po flas kanë qenë ma shumë si aktivitete, po roli i jonë është mbikëqyrja ose diskutimin mbi gjeturat cilat i ka auditorin në raport me ministrit, me institucionet e caktuar. Ka pas një debat rreth nivelit komunal mbikëqyrjes që unë vazhdoj me qenë që duhet më ardhë me raportu këtu para këtij komisionit sepse ajo është para publike, secili kryetari i komunës do të duhet vend të raporton për raportin e auditimit në këtë komision. Kem pas debate, kam pas edhe interpretime ligjore nëse nuk gaboj, por që për mua as nuk më kam bindë, as nuk do të më bindin asnjëherë sepse ata e shpenzojnë parën publike të buxhetit të Republikës Kosovës dhe ai që i auditon është zyra kombëtare e auditimit, ai komisioni i cili merret me mbikëqyrjen e raporteve të auditimit edhe të institucioneve tjera është pikërisht ky komision, që unë besoj që do duhet prap t'i marrim, t'i shqyrtojmë dhe të tentojmë që të kërkojmë llogari pak më shumë se sa që mundet me u kërku veç prej asambleve komunale. Ajo çka është një diçka shumë shqetësuese e që ndoshta unë kisha propozuar që të diskutohet shumë shpejt është çështja e financimit të strukturave paralele nga buxheti i Republikës Kosovës, do të thotë janë financuar gjatë këtyre 5 viteve diku mbi 6 milion euro janë dhënë paga pa shku edhe asë një ditë në punë. Dhe besoj që për këtë duhet është gjetur auditorit, nuk është shpikje e imja, janë punëtorë që nuk shkojnë asë edhe një ditë në punë, kanë qenë pjesë e strukturave paralele, me marrëveshjen e vitit 2015 është provuar të integrohen, mirë po ata prej vitit 2015 një pjesë e tyre asë një ditë nuk është paraqit në punë dhe janë 10 miliona euro që janë shpenzu e kjo qeverisje nuk ka marrë ndoj hap për ndërprerjen e financimit tyre strukturave paralele cilat nuk gjejnë as vullnetin të bëhen pjesë e institucioneve. Kështu që besoj që kishte qenë mirë me pa këtë situatë edhe me u angazhu që me i thirrë në raportim vetëm për këtë çështje gjitha ministritë vazhdojnë të financojnë këto struktura ende edhe sot. Është diçka skandaloze, është numër i madh, nuk është numër i vogël dhe po vazhdon tash so vite që besoj që do duhet na shqetëson të gjithë. Faleminderit zoti Ramani, se përket pika pra që u ngritën, e para nga zonja Gashi për sa i përket largimit të muajve që i kemi kaluar, pra morën shpjegimin nga aspekti teknik duhet të figurojnë në planin e punës për shkak se kemi mbuluar këto aktivitete dhe duhet të figurojnë që janë mbuluar. Sa i përket punëtorisë, ndoshta është mirë ta lëmë për sesionin vjeshtor, duke pas parasysh që sesionin pranveror kemi pas mjaft të ngarkuar me diskutimin e raporteve që vijnë,
dhe pastaj nga diskutimi i këtyre raporteve mundemi pas se cilat janë sfidat dhe sesion vjeshtor si komision e kemi pak më të lirë për ka aktiviteti dhe mendoj që është ide e duhur për ta çu përpara. Sa i përket çështjes së komunave, unë e di që ka një interpretim ligjor sa përket kësaj çështje, mirë po normalisht nëse është kërkesë anëtarëve të komisionit, ne mund ta riaktualizojmë këtë temë, të kërkojmë një interpretim ligjor, mirë po me sa e di, nga kaluara interpretimi i zyrës ligjore ka qenë që nuk duhet i ftojmë kryetarët e komunave këtu dhe normalisht ne si komision duhet të operojmë brenda kornizave, brenda këtyre interpretimeve që na japin. Mirë po nëse është kërkesë anëtarëve të komisionit, mund të bëjmë edhe një kërkesë për interpretim ligjor, po kjo është ajo që mund të bëjmë. Ndërsa sa i përket financimit struktura paralele, sigurisht që kjo çështje mbulohet në kuadër të raporteve të auditimit dhe për secilin institucion veçmas ne do ta shqyrtojmë edhe atë pikë se i pranojmë ato raporte dhe nëse ka diçka të përbashkët në të gjitha institucionet, do ta shqyrtojmë edhe mundësinë ta bëjmë një sesion të veçantë vetëm për atë temë në mënyrë që të mund ta diskutojmë më detajisht. Dikush tjetër ka kërkuar fjalë? Po, zoti Joti. Faleminderit, kryetar, përshëndetje për gjithë. Unë mendoj që është plan i mirë, indikativ, i detajum s'mund me qenë. Ata që muj me bot detajum është muaj pas muaj, pra tash mund të akordohemi se çka do punojmë gjatë prillit, e mandej në fund prillit për muajin e kështu me radhë. Është mirë që po nisim me raportin vjetor të auditimit për 2024, edhe me këto auditimet e performancës. Po mandej pika 4 duhet me qenë për vitin 2024, besoj. Raportet e auditimit se 2025 nuk është ende gati, edhe nuk bëhet gati deri në maj ose në qershor. Pra këto duhet me qenë për vitin 2024. Po kur ta shqyrtojmë raportin vjetor të auditimit për 2024, ne mund të identifikojmë, se s'është e thënë me thirr të gjitha institucionet. Identifikojmë cilat janë ma me interes për të ftuar në raportim, edhe mandej mund të bëjmë një plan për ma detajum për prill, ndoshta edhe për maj, se cilat i ftojmë. Sa me hynin atë punë, ato e kanë raportimin e kuventet e tyre komunale, bazë legislacionit, fuqi. Ne nuk kemi kompetencë me i ftu kryetarët e komunave, nëse kemi një çështje siç është kjo të strukturat paralele, ne mund të aftojmë ministrin e financave, sepse ai është në fund përgjegjës për mënyrën se si shpërndahet dhe si shpenzohet buxheti, po kjo është çështje që e diskutojmë në vim. Pra unë jam dakord me këtë.